eventualisht qëndrimin e saj, apo kjo është një spekulim i thellë? Po tashmë kemi ardhur në një pikë shumë të rëndësishme në diskutim dhe këtu dua të ndaloj pak. Kur Rusia ka aneksuar Krimen, ky nuk ka qenë një aneksim klasik siç ka ndodhur më parë. Çfarë ka ndodhur është se Krimea ka organizuar një lloj referendumi, dihet në kërcënimin e armëve të ushtarëve rus, por ka pasur një pjesëmarrje të madhe dhe populli ka votuar për pavarësi. Pra pikë së pari Krimea ka shpallur pavarësi nga Ukraina, dhe pastaj ka nënshkruar një traktat për bashkim me Federatën Ruse. Ndërsa në fjalimin kryesor që e mbajti presidenti Putin atëherë për të le të themi arsyetuar këtë pavarësi dhe pastaj bashkim, ai u referua vendimit të Gjykatës Ndërkombëtare Drejtësisë sa i përket rastit të Kosovës dhe në një mënyrë ishte pjesa kryesore e fjalimit, domethënë pak a shumë për të parafrazuar duke u bazuar në precedentin e themeluar nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë në rastin e Kosovës, edhe Krimea shpall pavarësinë. Pra në një mënyrë edhe në rrafshin politike ka përdorur këtë argument se nëse Kosova ka të drejtë për pavarësi, pse të mos ketë Krimea. Tani ky është një krahasim që nuk qëndron, padyshim sepse ne nuk kemi pasur një referendum le të themi të mbajtur në kërcënimin e armëve, por se ishte vullneti i popullit të Kosovës për të pasur pavarësi nga Jugoslavia dhe më pastaj nga Serbia. Por se ky lloj argumentimi ka qenë gjithmonë në fjalorin e Putinit. Tani nëse vim në këtë pikë sot kur diskutohet njohja amerikane e sovranitetit rus mbi Krime, do të mund të lindë hapësira për njohjen e Kosovës nga ana e Rusisë. Pse? Kjo e para do ta lehtësonte shitjen e këtij akti le të themi para publikut amerikan dhe publikut perëndimor. Pra presidenti Trump do të mund të thoshte se okay, po bëjmë një gjë shumë të vështirë duke njohur këtë akt, pra duke njohur sovranitetin rus, por se edhe rusët nga ana e tyre po bëjnë një hap pozitiv dhe duke njohur Kosovën do të rritet stabiliteti në Evropë dhe Europa do të bëhet më e sigurt. A duket realiste duke parë edhe vizitën e portfoljes që pam disa Peshkopit pro që pam disa ditë më parë me disa mesazhe shumë të forta për miqësinë që ka Federata Ruse me Serbinë, një farë besatimi që i dha vetë presidenti Putin Serbisë për raportet speciale që i ka, apo besoni që për hir të interesave të veta do të harronin Serbinë për një moment rusët? Po kjo vizitë që përmendet ju vjen në një kohë shumë interesante, pse pikërisht tani, kur ka më shumë se 3 vjet që ka filluar lufta në Ukrainë, dhe unë që them të drejtën pa shumë dëshpërim në takim nga ana e patriarkut Porfiria, ku ai thoshte ju lutem mos ndryshoni pozitë në raport me Kosovën, sepse pozita jonë varet nga ju dhe nga Kina. Pra në një mënyrë duke qenë se këta të dy janë antar të Këshillit të Sigurimit, antar të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, i bie që nëse një ditë ata do ta njihnin Kosovën, atëherë vendi ynë do të mund të futej me lehtësi në OKB. Pra kishte një lloj dëshpërimi dhe pikpyetja tjetër është pse tani Vučić insiston për të shkuar më 9 maj në Rusi. Është një, le të themi, pak a shumë vetvrasje politike për integrimet evropiane të Serbisë, në një moment që ka një, le të themi, momentum pozitiv për integrimin e Ballkanit perëndimor në Evropë, përse do ta merrte këtë hap kaq radikal. Por se duhet të kemi parasysh se nga ana tjetër Rusia nuk është se ka interesa strategjike në rajonin tonë, as nuk ka interesa strategjike në mosnjohjen e Kosovës. Përkundrazi, Rusia ka shumë arsye për të qenë e frustruar me Serbinë, duke qenë se Serbia edhe pse nuk ka vënë sanksione, duhet ta kemi parasysh se nuk është se tregtia me Serbinë është një gjë e rëndësishme për Rusinë, kishte vetëm peshë simbolike politike, por ka shitur së paku $1 miliard armatim prella ushtrisë ukrainase. Pra ne mund të supozojmë se mijëra ushtarë rus kanë gjetur vdekje nga prellat serbe. Po asnjëherë nuk është se ka reaguar në formë të ashpër, unë kam vërejtur që edhe reagimet e rusëve në raport me këtë, edhe kur janë pyetur kanë qenë relative, pra nuk kanë shprehur asnjë lloj doze frustrimi me palën serbe. Pse mund të jetë kjo? Do të thosha publik.
se në privat nuk e dim a kanë shprehur apo jo. Po vetë se kur ka një frustrim të lartë me gjithat, shpesher reflekton në raportet shtetërore, po ashtu, edhe në publik. Po, por këtu kemi të bëjmë me kulturën politike ruse. Për shembull, për ta marrë një shembull, kur filloi rebelimi Prigozhinit, pra shefit të forcave mercenare Wagner, unë në një mënyrë thosha se nuk do të shkoj as 24 orë ky do të ekzekutohet. Por pastaj u arrit një lloj mirëkuptimi mes të dyve dhe për një kohë Prigozhini ishte i mirëseardhur në Rusi, madje mori pjesë në forumin ekonomik të Shën Petersburgut, që ishte diçka pabesueshme se një njeri që rebelohet kundër Putinit, ja kërcënon pushtetin drejt për drejt, do të mund të ishte një i ftuar i ndere në Shën Petersburg, dhe madje flitej me fjalë të mira për të, por se nuk shkoi shumë dhe pësoi një aksident fatal. Dhe nuk është larg mendve që në publik Rusia nuk e ka shprehur ndonjë lloj frustrimi kundër Serbisë, për arsye që ndihet shumë e izoluar. Pra ka sanksione praktikisht nga i gjithë perëndimi, ka aleancën e Koresë së Veriut dhe Kinës e të tjera, por se duhet të kemi parasysh se Rusia fundamentalisht është një vend evropian, kur nuk ka marrëdhënie normale me vende europiane, është normale që do të ndihet e izoluar nga fqinjet e saj kryesor, dhe nuk sipas gjitha gjasave nuk ka dashur që ta lëndojë edhe atë pak marrëdhënie që kishte me një vend evropian si Serbinë, duke kritikuar në publik, por se nuk mund të përjashtojmë se një ditë do të ketë edhe pasoja për këtë veprim që ka bërë Serbia. Mira, shkojmë krejtësisht në fund të skenarit tjetër.